Pharma ka fituar një tender prej 7.2 milion eurosh për furnizimin me medikamentin daratumumab, i cili është një ilaç i domosdoshëm për trajtimin e mielomës multiple, por nuk ka realizuar shpërndarjen e tij pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Tenderi është dhënë pagar dhe në mungesë të transparencës, duke lënë pacientët pa trajtimin mjetik. Spitali Rajonal i Beratit ngjan më shumë me një godinë të braktisur se sa me një institucion shëndetësor. Kushtet alarmante, mungesa e higjienës dhe stafit mjekësor rrezikojnë seriozisht jetën e pacientëve. Një raport i fundit i Agjencisë së Inteligjencës Financiare dhe Departamentit Amerikan të Shtetit konfirmon përfshirjen e Shqipërisë në aktivitetet kriminale dhe pastrimin e parave. Ajo çka përbën alarm është përfshirja e zyrtarëve shtetëror në këtë rrjet të organizuar. Zonja dhe zotërinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV-u. Kompania Resi Pharma ka fituar një tender prej 7.2 milion eurosh për furnizimin me medikamentin daratumumab, një ilaç i domosdoshëm për trajtimin e mielomës multiple, por që nuk ka realizuar shpërndarjen e tij në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Tenderi është dhënë pagar dhe në mungesë të transparencës, duke lënë pacientët pa trajtimin mjetik. Një nga kontratat më të mëdha të këtij viti në sistemin shëndetësor publik është ndryuar në një rast flagrant të mungesës së transparencës dhe konkurrencës. Tenderi prej 7.2 milion eurosh i zhvilluar nga QSUT për furnizimin me ilaçin daratumumab, një medikament kyç për trajtimin e mielomës multiple, ka hapur një sër pikpyetjesh serioze për mënyrën se si menaxhohen paratë publike dhe të drejtat e pacientëve. Kontrata është lidhur përmes një procedure të quajtur marrëveshje kuadër, e cila në letër synon të lehtësojë procesin e furnizimit në raste specifike, por në praktikë ajo është përdorur për të eliminuar konkurrencën. Fituesi, kompania Resi Pharma në pronësitën e gjatë dhe Merita Sheshit, e vetmja që plotësonte kushtet, të cilat dukshëm janë përshtatur për të. Kushtet e vendosura në tender përfshir kërkesën për një xhiro minimale mbi 2.9 milion euro janë kaq specifike sa përjashtojnë automatikisht çdo operator tjetër nga gara. Sipas kontratës, Resi Pharma duhet të dorëzonte urgjentisht 600 ampula të ilaçit menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes. Megjithatë, pacientët në pavionin e hematologjisë raportojnë mungesën e medikamentit jetik. Pra, ndërsa fondet janë shpenzuar, ilaçet mungojnë dhe urgjenca e pretenduar nga QSUT nuk përkthehet në furnizim real. Një tjetër detaj shqetësues është fakti që procedura nuk ka njohur afat tankimi për operatorët e tjerë. Kjo e bën procesin jo vetëm të mbyllur, por praktikisht të paprekshëm nga çdo kontroll i jashtëm. Çfarë garancie mbetet për transparencën, kur e vetmja garë që zhvillohet është ajo mes institucioneve dhe mungesës së përgjegjësisë? Kjo nuk është hera e parë që Resi Pharma përfiton kontrata të mëdha nga shteti. Vetëm vitet e fundit, kompania ka marrë afro 20 milion euro nga tenderat publik në sektorin e shëndetësisë, shumë prej të cilëve janë shoqëruar me akuza për mungesë gare dhe transparence. Në këtë rast të fundit, duket qartë që kostumi i tenderit është qepur fiks për një trup të vetëm, duke ndalur çdo mundësi për ofertues të tjerë. Daratumumab është një ilaç i sofistikuar që përdoret për të shpëtuar jetë. Çmimi i tij në tregun e lirë shkon deri në 2.000 euro një flakon. Shifër e papërballueshme për shumicën e pacientëve shqiptar. Në mungesë të furnizimit nga shteti, pacientët mbeten pa trajtim ose shkojnë drejt të borxhit të pashlyeshëm për të jetuar edhe pak më gjatë. Kjo situatë nuk është thjesht një çështje burokratike apo teknike. Ajo është një krizë humanitare që vë përballë njëri tjetrit pacientët dhe një sistem që duket se ka humbur sensin e misionit të vet. Ndërkohë që QSUT justifikohet me urgjencën dhe specifikën e lëndës, qytetarët kanë vetëm një pyetje: ku është ilaçi? Kur një kontratë miliona eurosh nuk çon ilaçin në pavion, atëherë nuk kemi të bëjmë thjesht me një problem logjistik, por me shkelje të drejtë të drejtave njerëzore. Në një vend ku tenderet janë bërë sinonimi i abuzimit dhe jo i shërbimit, rasti i fundit me daratumumabin në QSUT është një provë e dhimbshme se si funksionon, ose më saktë nuk funksionon, sistemi ynë shëndetësor publik. Qytetarë të shumtë kanë raportuar për një sulm kibernetik që synon vjedhjen e të dhënave personale. Viktimat marrin mesazhe në telefon apo rrjete sociale me linqe mashtruese. Autoritetet këshillojnë që të shmanget çdo klikim mbi linqe të panjohura dhe të ruhet një kujdes maksimal. Një fushat masive sulmesh kibernetike ka vënë në shënjestër qytetarëve shqiptar gjatë ditëve të fundit, përmes një vale mesazhesh të rreme të shpërndarura në WhatsApp, SMS apo platforma të tjera sociale.
Sulmi që po përhapet me një shpejtësi alarmante, përdor forma gjithnjë më të sofistikuara mashtrimi për të marrë akses në të dhënat personale të qytetarëve. Sipas burimeve të shumta, mesazhet që marrin qytetarët kamuflohen si sondazhe, ku kërkohet të votojnë për figura të caktuara, ose si njoftime të reme për paketa postare të patërhequra, duke i nxitur të klikojnë mbi një link të dërguar. Këto sulme kanë potencial të madh për të ndikuar jo vetëm në jetën personale të qytetarëve, duke i vënë në rrezik llogaritë bankare apo dokumenta personale dhe të dhëna të ndjeshme. Përballë kësaj situate të paprecedent, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, në drejtimin e Mirlinda Kaçanajt, nuk ka ofruar deri më tani një reagim apo plan veprimi për të përballuar krizën. Deri në këtë moment, e vetmja deklaratë zyrtare ka qenë një njoftim i shkurtër që konfirmon sulmin në zhvillim, pa dhënë detaje mbi origjinën e sulmit, mënyrën e përhapjes apo rekomandime konkrete për qytetarët. Mos japni linqet e dyshimta, mos klikoni mbi sektor të panjohur, sidomos nga mesazhet të paautorizuara. Spitali Rajonal i Beratit ngjan më shumë me një godin të braktisur se sa me një institucion shëndetësor. Kushtet janë alarmante, mungesa e higjienës dhe stafit mjekësor rrezikojnë seriozisht jetën e pacientëve. Spitali Rajonal i Beratit ngjan më shumë me një ndërtesë të braktisur e të lënë në harez, se sa një vend ku qytetarët mund të kërkojnë shërim. Kushtet janë alarmante dhe i përmbushin të gjitha elementet e një ambienti të frikshëm. Gjendja e tualeteve është katastrofike, muret janë të mbushura me lagështi dhe myk, ndërkohë që mungesa e higjienës bie në sy menjëherë. Pavarësisht propagandës zyrtare për përmirësimin e sistemit shëndetësor, realiteti në spitalet e rretheve si ai i Beratit mbetet i dhimbshëm dhe thellësisht shqetësues. Papastërtia është kudo, korridoret janë të zbrasta dhe mungesa e stafit mjekësor është një tjetër problem me të cilin përballen pacientët e familjarët. Kjo situatë kërkon jo vetëm vëmendje urgjente, por edhe veprim të menjëhershëm nga institucionet përkatëse. Një qytetar ka denoncuar publikisht karburant Daku pasi automjeti i tij pësoi dëmtime serioze pas furnizimit. Analizat të mëvonshme zbuluan se benzina ishte e përzierë me ujë. Qytetari bën thirrje drejtuesve të automjeteve që të tregojnë kujdes në vendet ku furnizohen. Pavarësisht çmimeve të larta të karburanteve në vendin tonë, cilësia e tyre shpesh mbetet nën çdo standard. Denoncimet për përzierje të karburantit me substanca të tjera si ujë apo elemente të dëmshme për automjetet janë të shpeshta dhe vijnë në mënyrë të vazhdueshme nga qytetarë të ndryshëm. Së fundmi, një qytetar ka denoncuar një rast të tillë në redaksin tonë, duke shprehur shqetësimin për dëmin e shkaktuar në automjetin e tij. Ai tregon se është furnizuar me benzinë një pikë karburanti në dalje të Tiranës, rrugës Përdurës, konkretisht në karburant Daku. Sipas tij, menjëherë pas furnizimit, makina ka filluar të jap probleme serioze në funksionim. Përshëndetje. Ka marrë benzinë te karburant Daku në dalje të Tiranës drejt Durrësit. Karburanti me ujë më shkatroi makinën. Ata nuk e pranojnë. Ju lutem postojeni të paktën mos i ndodh dikujt tjetër. Faleminderit, shkruan denoncuesi. Bashkangjitur mesazhet, qytetari ka dërguar dhe një video ku tregohet se makina nuk ndizet dhe se nga rezervuari del ujë me ngjyrë të ndryshkur. Pasi kemi marrë benzinë te Daku në dalje të Tiranës, benzina ka ujë dhe ndryshk në fund. Ka nxjerrë jashtë përdorimit komplet injektorët, shprehet ai në video. Përballë mungesës së kontrolleve efektive nga institucionet përgjegjëse, qytetari u bën thirrje të gjithë drejtuesve të automjeteve të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin pikat e dyshimta të karburantit për të mos pësuar të njëjtin fat. Pas një denoncimi për gjendjen e keqe të rrugës në fshatin Velagosht, Bashkia e Kuçovës dërgoi plot 12 punëtor për rregullimin e saj. Por për shkak të mungesës së lopatave, ata u pan duke mbushur gropat me duar, duke hedhur dheun pa mjete pune. Një denoncim ka mbërritur në redaksin tonë, i cili ka zbuluar se Bashkia Kuçov ka nisur të shtrojë seriozisht rrugën e shkatëruar në fshatin Velagosht të Kuçovës. Pas publikimeve të denoncimeve të banorëve në redaksin tonë për gjendjen skandaloze të rrugës, kryebashkiaku Krishnik Hajdari duket se është vënë në lëvizje në prag të zgjedhjeve, por me kursim. Në pamjet që qytetarët kanë sjell, shihet se si 12 punëtor të bashkisë punojnë për të mbuluar disa gropa, duke i hedhur dhe me duar në mungesë të lopatave. Banorët thonë se nuk do të ndalen së denoncuarit deri kur rruga të rregullohet siç duhet dhe jo me një grusht dhe denoncimi. Përshëndetje. Shiheni çfarë bën Bashkia Kuçov tani që po vjen zgjedhjet. Pas publikimit që bët ju për fshatin Velagosht dhe pas erdhën disa media të tjera, Bashkia zgjodhi të shtronte rrugën, por jo siç duhet, po e shtroi në mënyrën e vet, sa për të kaluar radhën. Kjo është jeshárake. Mund ta shihni edhe në videon që do t'ju sjell, se si e bëjnë rrugën punëtorët e bashkisë.
12 punëtor për të mbuluar disa gropa me një fuqi serë dhe që e hedhin me duar se as lopata nuk kanë. Zoti Kreshnik Hajdari po tallet keq me popullin, edhe pse kemi protestuar disa herë, po i njëjti avaz. Njëri nga Bulqiza është gjobitur nga policia e shtetit me vlerën e 1.2 milion lek të vjetra për shkak se ai silli rrezikshëm në rrugë me mjetin e tij tip BMW dhe ishte filmuar duke kryer manovra të rrezikshme. Kjo nga vetë qytetarët të cilët sollën video në redaksin ton dhe ndiheshin të kërcënuar nga i riu. Njëri nga Bulqiza është vënë në qendër të vëmendjes pas publikimit të disa pamjeve ku shihet duke kryer veprime të rrezikshme në rrugë, pas një kujdes për jetën e tij apo të tjerëve. Në redaksin ton ka mbritur një denoncim nga një qytetar i cili ngre shqetësimin për sjelljen e përsëritur të riut, i apasionuar pas makinave dhe adrenalinës. Në një video të siguruar nga ana jon, ai shfaqet duke drejtuar një automjet tip BMW me pjesën e sipërme të trupit jashtë dritare së makinës, ndërsa në dorë mban edhe një cigare. Përveç se ka gjysmën e trupit jashtë, i riu kryen edhe manovra të rrezikshme si xhirim të gomave në mes të rrugës, duke u kthyer në një kërcënim serioz për sigurinë rrugore. Këto pamje, në vend që të mbahen larg syve të publikut, shpërndahen më pas në rrjetet sociale, ku duket se i riu nuk trembet fare nga frika se policia mund të shikojë. Qytetari që ka denoncuar rastin shprehet, në qytetin e Bulqizës çdo ditë e njëjta gjë me këto, kryen manovra të rrezikshme dhe i shpërndan në rrjetet sociale. Redaksia jon publikon këtë rast me qëllim ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve, për rëndësinë e respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor. Sjellje të tilla nuk janë vetëm shfaqje momentale, por rrezikojnë jetën e drejtuesve dhe të qytetarëve të tjerë. Apelojmë për kujdes, maturi dhe ndërgjegje në rrugë për të shmangur pasoja tragjike. Një raport i fundit i Agjencisë së Inteligjencës Artificiale dhe Departamentit Amerikan të Shtetit konfirmon përfshirjen e Shqipërisë në aktivitetet kriminale dhe pastrimin e parave. Ajo çka bën alarm është përfshirja e zyrtarëve shtetëror në këtë rrjet të organizuar. Shqipëria vijon të renditet ndër vendet me risk të lartë për pastrimin e parave, ku ndërtimi mbetet fusha më e preferuar për të kanalizuar fondet me origjinë të dyshimt. Departamenti Amerikan i Shtetit ka ngritur vazhdimisht alarmin për këtë çështje, ndërsa konfirmimi më i fundit vjen nga Agjencia e Inteligjencës Financiare, e cila në raportin vjetor për vitin 2024 ka evidentuar 234 raste të dyshuara për pastrim parash. Raporti që tashmë është shpërndar në institucionet përkatëse tregon se shumica e këtyre rasteve janë referuar në strukturat më të larta të drejtësisë, përfshirë SPAK dhe Byron Kombëtare të Hetimit. Një pjesë tjetër është adresuar në Prokurorinë e Jurisdiksionit të Përgjithshëm dhe Drejtorinë e Policisë së Shtetit, si organ kryesor për hetimin financiar. Në këtë raport përmendet se janë dërguar gjithashtu 25 raste në Drejtorinë e Tatimeve për indicie të qarta mbi evasionin fiskal, fshehje të ardhurave apo shkelje të tjera të ligjit tatimor. Në rastet e përfshira bien në sy edhe emra të njohur nga bota e drejtësisë, përfshirë ish zyrtar të lartë, për të cilin janë ngritur dyshime të forta për përfshirje në skema të pastrimit të parave. Ky fakt ka rritur edhe më shumë shqetësimin publik, pasi ndikon drejt për drejt në besimin ndaj institucioneve të drejtësisë që duhet të jenë në ballë të luftës kundër korrupsionit dhe kriminalitetit financiar. Raporti i AIF nuk ndalet vetëm në rastet konkrete, por zbulon edhe metoda të sofistikuara që përdoren për të fshehur origjinën e fondeve. Transferat të dyshimta, shpesh të pambështetura nga dokumentacione zyrtare, investime në pasuri të paluajtshme me burime të panjohura, blerje të pasurive luksoze si automjete të shtrenjta apo bizhuteri në emër të personave me të ardhura modeste, janë vetëm disa nga skemat e përdorura për të futur paratë e pista në ekonomi. Po ashtu, janë konstatuar disa rritje të pashpjegueshme të kapitalit të bizneseve të ndryshme, blerje aksionesh me çmime që nuk përputhen me vlerën reale të shoqërive, dhurime apo huadhënie mes palëve, pa lidhje të qarta logjike apo financiare, si dhe përdorimi i personave të tretë për të kryer transaksione me qëllim fshehjen e gjurmëve të vërteta financiare. Një pjesë e këtyre informacioneve është ndarë edhe në shërbimin informativ shtetëror për shkak të natyrës së ndjeshme të rasteve dhe implikimeve të mundshme në veprimtari të tjera kriminale. Sipas burimeve, janë referuar 116 raste të dyshuara që përkojnë me interesa të përbashkëta midis AIF dhe SHISH. E gjithë kjo tablo dëshmon se pastrimi i parave në Shqipëri nuk është thjesht një problem ekonomik, por një sfidë që përfshin drejtësinë, politikat fiskale, sigurinë dhe besimin e qytetarëve ndaj shtetit. Kur vetë institucionet që duhet të garantojnë rendin dhe ligjin implikohen, ose nuk arrin të kontrollojnë dot rrjetet që manipulojnë fondet e krimit, atëherë pasojat janë shumë më të thella se sa thjesht humbja e disa milionë eurove. Është në rrezik vetë funksionimi i shtetit ligjor. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë minuta kofshë.